13 dhjetor 2025, Sofra e Dukagjinit, Firenze, Itali. Tan bilbilat e folklorit e kanë nis një këngë kushtrimit. Në Firenze të Italisë shtrohet Sofra e Dukagjinit. Fyell lahut e Çifteli, si dikur së bashku tek Votra. Do festojmë me këngë e valle, mirë si u gjejmë vllazën e motra. Sofra e Dukagjinit, festa tradicionale e folklorit dhe traditës, na bashkon përsëri në Firenze, Itali. Të nderuar vëllezër dhe motra që jetoni në Firenze dhe qytetet përreth, na prisni me datën 13 dhjetor, ora 19. Mikpritja juaj na fton edhe këtë vit në një mbrëmje të paharruar folklorike. Bilbilat e Dukagjinit me zërin e tyre do të sjellin për ju hitet më të bukura të këngës folklorike shqiptare. Sofra e Dukagjinit në Firenze, një festival me bilbilat e Dukagjinit. Daniel Kopsaj, Nikolin Përpali, Ndue Shytani, Frank Kodra, Ndoc Fusha dhe Bardhok Lucaj, Luiza Reka, Angela Proni, Ledar Hysenaj dhe Gentian Gropaj, Bardhok Prebibaj, Nora Andreu, Noel Pietri, Gjelosh Fusha, Vuksan Sokoli dhe këngëtarja e vogël Famela Proni. Me tastier do të jeti mrekullueshmi maestro Mario Marku, moderatore vajza e Dukagjinit Zonja Klodiana Serraj. Si gjithmonë, drejtues artistik, poeti Lula Zhbrigja. Organizator shoqata Sofra e Dukagjinit në Shkodër me president zotin Vuksan Gjuri. Koordinator Marian Dershtiqaj. 13 dhjetor, ora 19 në Firenze, vjen Sofra e Dukagjinit. Vjet ishte një mbrëmje paharruar.